Rritja e fluksit të turistëve në qarkun e Gjirokastrës gjatë sezonit veror ka shtuar edhe vëmendjen e institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Krahas ndërhyrjeve dhe monitorimit të objekteve të kultit, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore po ndjek nga afër gjendjen e monumenteve për të garantuar ruajtjen e tyre dhe sigurinë e vizitorëve. Ne kemi një shtim të numrit të vizitorëve në objektet e kultit, po them, dhe nuk është se kemi ndonjë problematik në anën e tyre në aspektin e rrezikut, pasi këto objekte janë në gjendje të mirë dhe objekte të cilat shfrytëzohen dhe për ritje të ndryshme fetare, jo vetëm në kontekstin e vizitorëve, por edhe në kryen e rritjeve fetare në zona apo në komuniteti i caktuar. Ruajtja e monumenteve nuk lidhet vetëm me investimet dhe monitorimin, por edhe me ndërgjegjësimin e komunitetit dhe turistëve që vizitojnë ato. Për këtë arsye, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore u bën një apel të gjithë vizitorëve që të respektojnë rregullat dhe etikën e vizitës në objektet e kultit dhe monumentet e kulturës. Vizitorët që shkojnë aty shkojnë me guida të shoqëruara, të cilët e dinë pak a shumë problematikën që mund të ketë ndezja një qiriri apo jo. Neve në mënyrë të vazhdueshme, periodike dhe me guida, po dhe me pushteti lokal. Dhe përfaqësuesit e komiteteve fetare ju bëjmë thirrje që dhe kur të shkojnë për të vizituar këto manastire apo këto monumente kulti, të respektojnë etikën e hyrjes në to, sepse normalisht këto nuk janë objekte të zakonshme të vizitueshmërisë, por janë objekte të një cilësie të veçantë për të një grupi të caktuar të përdorimit, pra ato janë objekte kulti dhe ka një etikë të caktuar në këto objekte, gjithashtu edhe për ndezjen e qirinjve apo sepse aty nuk kemi vetëm problemin e zjarrit, kemi edhe dëmtimin e afreskut, pasi dhe një prekje apo dhe një përdorimi e elementeve mekanik mund të dëmtojë dhe afreskët të cilat janë me vlera të veçanta për shkak të vjetërsisë shumë të madhe që kanë. Me 540 monumente kulture në qark dhe me një interes gjithnjë në rritje nga turistët, sfidë mbetet ruajtja e kësaj trashëgimie të çmuar.